2 kandidat për Tiranën, kam thirrur. Po. Ilda Zhulali dhe Dashamir Shehi, të cilët vinë të dy nga e djatha, por nga forcat të ndryshme politike për shkak të hemorragjisë së Partisë Demokratike. Pra, Dashamir Shehi, një nga pikat më solide të kësaj partie, në 30 e sa vjet, që nga krijimi deri sot, ka ikur nga aty, shlerguar. Dhe njëri tjetër, Ilda Zhulali, me respekt, ndryshe nga shumë emra të tjerë, që janë futur dhe në listën e mbyllur të Partisë Demokratike, hynë fort në Partinë Demokratike. Faleminderit, Ilda. Kënaqësi që do të jemi minuta bashkë, do t'i shej, faleminderit. Leonard Midra dhe Denisi më ndihmojnë në këtë pjesë të emisionit. Tani, zonja Zhulali pyet në parë, unë e kam për ju, pse jeni angazhuar me Partinë Demokratike dhe pse kandidoni për deputete? Një parti me problematikat të mëdha, me hemorragjit të mëdha dhe gjitha. Pse ti vjen në një moment të vështirë, nuk po them që nuk e qenë, për të gjitha arsyet. Por, pse tani, pikrisht tani? Po, ti the shumë mirë që Partia Demokratike u gjen në një nga momentet më të vështira të historisë vet, por mendoj që shënoi dhe një nga momentet më të vështira të historisë politike të Shqipërisë. Dhe në të tilla momente, njeriu ndihet përpara disa dilemave dhe pyet veten, çfarë mund të bëj unë dhe çfarë duhet të bëj unë. Unë e pash veten si njëri që duhet merrte disa përgjegjësi. Kishte disa nga ata që thoshin uroj, shpresoj, duhet të zgjidhet gjithmonë me do të ose duhet të. Unë vendosa që t'isha një nga njerëzit që të bëja diçka, të kontribuoja në këtë parti, sepse Partia Demokratike është një institucion shumë i çmuar i politikës shqiptare dhe pa Partinë Demokratike fjala pluralizëm në Shqipëri nuk do të kishte kuptim. Kjo është një nga arsyet. Arsyeja tjetër është se tani unë kam studiuar jashtë Shqipërisë, kam mësuar shumë gjëra, mirë po pas shumë vitesh pas rikthimit tim në Shqipëri, fillova që të shikoj se shumë gjëra po shpërbëheshin, po shformoheshin ndryshe nga sa e kisha mësuar unë, ndryshe nga çfarë kisha mësuar edhe gjatë përvojës time dhe karrierës time në diplomaci. Dhe vjen një moment që duhet t'i thuash gjërat ashtu siç janë. Dhe nëse qëndron pa folur dhe pret që dikush tjetër të vit flas në vendin tënd apo të bëj diçka, zëre se nuk e bëre asgjë dhe ti vetë ke refuzuar t'i marrësh të përgjegjësi. Kështu që arsyeja kryesore dhe e parë pse unë u angazhova në mënyrë aktive në politikë aktive dhe me Partinë Demokratike ishte pikërisht për t'i marrë këtë përgjegjësi si njëri që ka bashkëtuar me politikën, po në një formë tjetër, po e ka kuptuar politikën, i di luhatit e saj, por Partia Demokratike, e thash dhe një herë, për mua është një aset kombëtar që duhet shpëtuar me çdo kusht dhe në thelb mbart vlerat më të mira, mendoj unë, të politikës shqiptare dhe ka shënuar momentet më të rëndësishme të historisë politike të Shqipërisë. Jeni ju e kënaqur me mënyrën se si drejtohet Partia Demokratike, duke parë, mbas është dhe një moment i përshtatshëm për të bërë këtë pyetje, sepse ti do kandidosh, por duke u nisur që nga formulimi i listës së kandidatëve, listës mbyllur, deri te minjanimi i primareve e tjera e tjera. Nuk u më njanuan primaret. Primaret nuk u më njanuan. Njanuan primaret. Sepse nuk i pyeti njëri fare çfarë ndodhi aty. Ata që kandiduan aty dhe fituan, nuk janë kandidatë. Patjetër, unë kam qenë një nga fituesit e primareve dhe jam në listë. Je në listën e ti je fituese e primareve dhe në listën e mbyllur janë njerëz që s'kan vlera për mua. Tani ky është vlerësimi juaj. Unë mendoj që ka një logjik politike në mënyrën se si është formuluar lista, edhe në formulimin e atij aksionit politik dhe mënyrën se si ne kemi hyrë në këtë fushat. Një parti politike është e përbërë nga njerëz të ndryshëm që përfaqësojnë flukse të ndryshme
dhe kjo është edhe lista e kandidatëve por sot. aty ka figura mediokre, por që janë besnik të Berishës. Ka që është pjesa dërmose e tyre, si pas meje. Prandaj janë në listë të mbyllur. Duke si ku partia juaj, do që të kontriboni dhe të lodheni për partinë, por ku vjen puna për privilegje, ato i marrin ata, se si mbyllur. Në listën e mbyllur të Tiranës është leadershipi politik, janë të përfaqësuara institucionet kryesore brenda PD-s, apo jo, është kryetari i qarkut, drejtuesi politik, është drejtuesja për diasporën, është kryetari forumit rinor të Partisë Demokratike, janë partitë aleate, kështu që besoj që ka një përfaqësim thellësisht të institucionit të PD-s dhe leadershipit politik saj, kështu që është gjëja më e natyrshme. Në listën e hapur, po ashtu, ne kemi një listë dinjitoze, është një ekip shumë i mirë, përfaqëson shoqërinë shqiptare në të gjitha format, në të gjitha dimensionet e saj, por mendoj që në listën e hapur ne kemi njerëz me integritet të përkushtuar, por që edhe kanë provuar veten, por kanë kaluar dhe një test të rëndësishëm politik, sepse janë të gjithë njerëz janë bashkuar Partisë Demokratike pikërisht në këto momentet e vështira. Ti bëj një pyetje? Jo, se do kalojmë të dashur. Një test i vogël politik, të cilin do duhet të gjithë ta kalojmë. Është diskutuar kur kjo puna aleatëve, pse aleatët duheshin patjetër brenda listës sigurt dhe Po ja kërkove Ildës të gjë. Jo, a është bërë ky debat brenda Partisë Demokratike apo i caktoi udhëheqësi këto siç e di udhëheqësi? Jo, mos kërkoj gjë. Po e diu në retorik, po unë e bëj. Jo, pra kjo është në fushat tani dhe. Do thuash që në Partinë Demokratike nuk ka debat, sidomos pas 3 vjeçarit fundit. Jo, për këtë çështje, a u bë debat Në apo Partinë vendosi udhëheqësi se Demokratike, kështu jo vetëm që ka debat, po ka një debat që tani ju hynë në risk, Jorita Tabagut që doli me shumë vota, doli në listë hapur, edhe ndërkohë futet dikush tjetër që mund mos ndedhi as votat e veta. Jemi shumë njerëz që jemi votuar në primare. Se ti çfarë mendon dhe zoti Shej për këtë? Tani jo. Zotin Shej unë do ta pyes për punët të veta, që Shej nuk merret me këtë punë. Jo, prandaj dhe iku Në ndoshta. listën e hapur, shikon, ne jemi bërë pjesë e këtij procesi të primareve, jemi në listën e hapur dhe garojmë si kandidat për deputet në qarkun e Tiranës. Kjo është një sfidë politike, edhe pjesë e maturimit politik. Këto janë qartë. Po është edhe pjesë e maturimit politik për këdo që përfshihet. Nuk ka asnjë tabu aty. Madje unë mendoj që nga ana taktike elektorale, kjo ishte edhe zgjidhja më e mirë. Që ata t'jenë rahat, i marrin mandatet rahat nga ju. Jo. Se kështu i bje. Ata i marrin mandatet rahat, Teti Blushi merr mandatin rahat nga PD. Nga ana taktike, mendoj që kjo ishte një zgjidhje shumë e mirë, sepse ne kemi shkuar drejt për drejt tek elektorati dhe ne jemi mirë pritur. Unë bashkë me kolegët e mi jemi pritur shumë mirë nga zgjedhësit, njerëzit me cilët takohemi. Kështu që kemi fituar dhe besimin e tyre, se është diçka që... Jemi dhe në kohë fushatë dhe unë do të bëj pas pyetjes për fushatën dhe për shanset që ju mund të keni për këtë problem, se këto janë pyetje pak duke edhe si provokuese. Këto janë pyetje provokuese. Jo. Provokuese nuk e thash negative, sepse provokuese nuk është diçka negative. Po sidomos duken provokuese tani, për shkak të pozicionit që ju keni, sepse jeni një javë para zgjedhjeve. Zoti Shej, tani ti do më përshkruash mua, zoti Shej me një eksperiencë shumë të gjatë të gjithë, ç'bën tani ti? Një ditë çfarë bën ti? U ngritë në mëngjes. U ngritë dashamir Shej në mëngjes. Çfarë bën ti? Atë japi kapele herë me që ke lodhë sonte dhe që bërë. Ate që kam bërë gjithë jetën time. Nenta jeti? Bravo. Po nenta sigur Vetëm ty dhe doktorit nuk të shkon kapelja. Nuk të rri kapelja. Jo, unë kam, po jo këtë njërë. Mos është e Trumpit kjo, dhe mëna morem kja. Ja, nuk e ka. Ti meriton nishin faktu dhe Njën e ka doktori. Ti e njësh, mund të veshësh një nëndë. Dashi vetë se ka vë, po ty ta dha kapele. Jo, më ja ku e gamë. Jo, aty e ka, kjo ka këtema, vë pullën, nuk të vë kapele. Edhe zotit që i njësh. Sa e vuri doktori atë, haroje. Po, që bëjon? dhe është të një qarë bëndi, unë ngritë, dhe është të një shej, unë ngritë. Qarë bëndi këjtë? Sa ngritë vë kapele. Nuk... Sigurisht që shkojmë takojmë njerës, kjo është i gjithë ma bete. Popullatën, shkone takojmë popullatën ti. Jerë pi i kafa aty poshtë lagjës time, se duket sigur këto fushatat unë grem, qënë bjesë, derë, nuk shkoj derë. Kjo është e sigurt, se kam bezdi, kam frujki i bezdis dhe ato miqët e mi, ke dera.
kush mendon që dhe gjykon politikisht, besoj që i njef njerëzit më, unë sidomos mu jam i vjetër, nuk ka nevojë t'i bit derës, sigurisht që shkojnë në për shatra shkojnë, sepse dun takojnë ato të qofë. Sigurisht që edhe në për ato ku mblidhen 10.000 që 15.000 shkojnë, sigurisht që bëjmë dhe këto aktivitete si gjithë tjerë, pastaj televizion, Facebook, këtë punë po lodhemi të i shpjegojmë se ç'është djathtas për zhvillim, ç'është numri 9, që ka dhe emrin tim aty si koalicion, kush janë kandidatët tonë, që i kemi element bjemë vajza, që janë edhe njerëz provum, se i pjesë vinë, një 3-4 jemi deputet, që gjë... Jeni deputet, po me këta që je bashkuar dashit ti, se ti e njeri që fletë vërtetore për gjithë të gjerat. Mos i ke nga shiu ti dhe renë breshër. Po që ka për ti, e di si o punë, se ma thonë shumë vetë këtu bashkova shumë. Ne u nisëm për të bashku gjithë. Fakt që jam rritëm dot, po këtu të kam thënë që jam rritëm dot. Ky është realiteti dhe ndoshta ky që edhe, se unë jam nga ato që i pranoj gabimet, që s'kem zot me i bashku. Kam kënaqësi të madhe kur po pra, dhe kjo është një histori shqiptare. Po të ishim bashku, sigurisht që do kishim prodhu sinergji politike ma tepër. Edhe pragmatizëm politik ma tepër në kuptimin që një pjesë e votave që shpërdahen në për këto partit alternative, do ishin dhe do këshim prodhu mandate deputeti më tepër. Por gjithsesi kjo është një rrugë që e kemi nisë sinqerisht, kemi pranu listën e hapur, gjë që se kam bërë shumë tjerë, 2 grupe jemi, dhe në fakt jemi këto 2 grupe që të paktën kemi pranu. Ne mirë keq kena mbrit një minimum, jemi puq 2 parti, edhe ato tjerë, dhe kemi pranu listën e hapur. Se principi kemi bërë luft 4 vjetë për listën e hapur. Ta shi të përfundosh prapë ke lista e mbyllur, nuk na pëlqen, nuk është e moralshme, për atë që jemi angazhu. Kështu që unë do të gjykoja që opozita shqiptare në përgjithësi, duke bërë këtë marrëveshje me Edramën, grupi më i madh, i humbi një shans në përgjithësi opozitës shqiptare se me listë hapur poshtë e përpjet Shqipërisë, do kishim një 120 burra e gra që do kishin shty Edramën për te. Unë uroj që ndodhi prapë, edhe në kushtet e reja që janë, por që ta thash, në këtë lloj procesi jemi nga më të moralshmit, se i premtuam listë hapur dhe e bëm listën e hapur. Për te i këtij ligji të ngatarruar që bën këto që e bën për të ruajtur grupin e vet politik. Kjo është e vërtetë. Por kjo tash ka mbaruar kjo punë. Ne ecim përpara me këto ide që kemi dhe me këto njerëz që kemi dhe unë jam shumë me besim që do të mrim atje ku pretendojmë ne për të mbrit. Jam plotësisht i bindur që kjo është e vetmja mënyrë të votohen partitë alternative për të mund Edi Ramën. Ndryshe ajo do përfundoj atje ku ka përfundu herë tjera. Këto e në eksperiencë. Fushata e PD-s me pak fjalë dashi dhe PS si duket? Unë me thënë drejtë nuk është se i shop se bëjt time. Por unë shikoj që ky kryeministri se ky në ngrejt që në mjes. Atje këto, atë kam ko me pa me thënë drejtën atje që bën ato mësym, kuptoti ajo. Në fakt, edhe mu po të mipshin gjithë televizionet e Shqipërisë, mësym, vesh, t'jeni sigur që ato lafe do i rrotullojsha më mirë. Pse se do thosha ca të vërteta. A i ngret që në pikë mjesit të shim me gënyu ato shqiptarët, një pjesë e kanë qef të alavant, sigurisht që një pjesë i ka dhe nga mbrapa, por hirë traditës që ka Partia Socialiste. Sigurisht që një pjesë shkretët janë nevojtarët, vegjel, janë roktarë, atje do shkojnë të marrin atë punë, edhe disa dun gallatën kryeministrore. Unë gjykoj që nuk po i afron kur gjë këti, vetëm atë premtimin bosh, pasaporta europiane, pasaporta mas 12 vjetëve, nuk mund të thuhet kjo, se qura kemi fillu këtë punë 35 vjetë për para, kështu kemi thonë, Shqipëria si Europa, atje u bën 35 vjetë, Europa është atje, edhe Shqipëria është tu ku është. Kështu që këtë që i afron kjo është një mirazh se s'ka çfarë i afron gjë tjetër, se normalisht, sidomos mas mandatit 3, duhet kishe i bilancë, që ju kena premtu këtë dhe kena bërë këtë. Nuk është se e thënë që do bëhen gjitha.
që shteti shqiptar ishe në këtë pikë dhe kam rritë në këtë pikë, që ekonomia Shqipërisë ishe këtu dhe kam rritë këtu. Në fakt, ky nuk thot këtë gjë, sepse ato rezultatet që janë rritë janë shumë pak. Shumë pak. Po, e para punës. E dyta, ajo që është bërë dëm është shumë më tepër. Dhe kush është bërë dëm? Tash që ta mohojnë që Shqipëria ekonomikisht sot është më mirë se 2-13 vjetë përpara, është jashtë logjikës ekonomike. Unë jam ekonomistë vetë. Një ekonomi sigur dhe 2% të shkojë përpara, se ka që ka shku, me 2-3% mesatarisht. Bas 12 vjetëve i bi që tjetë rritë GDP-a 50-60%, se është normal. Se janë 12 vjetëre, se jemi një ekonomi shumë e vogël. Tjerët ka nesë me 6-7%, me 10%. Prit, me legët. Po. Ekonomia që mund duket kjo luksi aty, jo vetëm që ushqy me ca pare që ja, jo dyshim të po dijet fort se nga vind, edhe do ese, do a kishe një luks që si përfaqësor. Mi po shteti shqiptar, shërbimet në brenda shtetit shqiptar, ato të cilat gjëja publike e shtetit shqiptar ka shku mbrapsh. Dhe në qofë se unë besoj që sot, arsimi shqiptar është më i dobët, se sa ka qenë kur për para. Universitetet Shqipërisë sot afrojnë diploma minimaliste fare. Janë copa letre. Nuk studion kërfar njeriut. Sistemi po që gjithi zinxhir ka dështu. Pra ne i marrim fëmijët i çojnë jashtë. Sistemi shëndetësor. Prapë është. Po kjo është shkolla e dashi ka prit. ju. Jo, nuk po të them. Stalin e ndërtuat ju. Ore, dakor. Prit. Meni njerëz nga 4 diploma. Prit. Por nuk po ta krahasoj. Jo, dakor. Unë po them që ka shkuar mbrapsht. Jo, po them, nuk po them që fillim. Përpara nuk ka shkuar, sigurisht. Po pra, nuk them që filloi 2013. Po nga 2013 të shin, qofse kishte shkuar mbrapsht, mund të ishte bë diçka, se janë 12 vjet. Po. E njëjta gjë për shëndetësi mund të ishte bë diçka. Plus që unë po them më tepër se këto më dhimbsen në institucionet e shtetit shqiptar. Ky ka kaparru gjitha. Kompletë. Këtu s'ka më një ent regulator. Këtu nga bankat, këtu fillu nga banka qendrore. Janë thjesht zgjatim të qeverisë këtit. Nuk ka absolutisht asnjë institucion që është i pavarur. Dhe në 12 vjet, ky mund kishe kriju një pavarësi për institucion. Nuk i ka dash. I ka dash gjitha për vete. Prandaj ka ardhur dita për të hik. Qartë. Drama jonë është që ne nuk bim gjë tre. Edhe kjo është halli i opozitës. Kjo është ngërçi, se me qenë në një realitet normal kështu, jo në Europë, ka lindja e Europës, do kishte dalë një grup i ri politike do kishte shty përpara. Por që ky e ka pru Shqipërinë këtu, kjo është i punë që është kohë ta zgjasim më shumë. Kur flisim me qytetarët Zonja Xhulali, ju, çfarë thoni njerëzit, pse duhet jeni ju në kuvendin e Shqipërisë? Doja të thoja dy gjëra për programin, për fushatën. Ka një dallim shumë të madh mes fushatave, se meqense për PD-n, për fushatën e PD-s besoj që mund të flas. Ne e kemi tërhequr Edi Ramën tek fushata jonë, sepse ne kemi dalë në këtë fushat me një program. Diferenca është që kur unë e nisa fushatën duke takuar njerëzit në rrugë, dhe pyesja a kishin filluar të dëgjonin për programin tonë dhe më pyesnin se nuk e dinin, jo, dhe më pyesnin çfarë ofroni ju. Brenda 3 javësh unë shikoj që 99% e njerëzve që takoj tashmë e din programin e Partisë Demokratike. Sepse ai është i thjesht, i flet çdo njërit dhe synon përmirësimin e ekonomisë familjare, po ashtu edhe ndihmon biznesin dhe kështu të ndihmojmë të rimëkëmbim sadopak ekonominë kombëtare, hap pas hapi. Pra, e para ne kemi një program të qartë, i cili është mirëpritur, është kuptuar dhe nga të gjithë ata që kam takuar të paktën, mendojnë se është zgjidhja e duhur për Shqipërinë. Kjo ishte për programin. E dyta, mendoj që ka një diferencë shumë të madhe në frymë mes dy fushatave. Ne kemi një fushat që jo vetëm ka një program shumë të mirë, kemi dhe një ekip shumë të mirë dhe ka një frymë optimiste, pozitive, që u jep shpresë njerëzve. Ndërsa Edi Rama ka zgjedhur të ketë një fushat depresive për buse dhe tallse. Jo vetëm nuk ka bilanc pune, se çfarë ka bërë, jo vetëm që nuk mban asnjë përgjegjësi
për nivelin e qeverisjes dhe për nivelin e shkatrimit të institucioneve. Jo vetëm që nuk ka institucionet pavarura që tha zoti Shej, këtu zëre se nuk kam institucione fare. Asgjë nuk funksionon. Në Shqipëri, asnjë institucion dhe asnjë shërbim nuk mban era shtet apo ketë një element serioziteti brenda. Duket sikur nga momenti në moment, çdo gjë në Shqipëri do të bjerë, do të rrëzohet. Dhe ajo që është edhe më trondicja është që, siç e kemi konstatuar gjithë, Shqipëria është populluar. Dhe këtë gjë e ndesh çdo ditë në rrugë. Ylli, ti e dallon fare qartë me sy të lirë që njerëzit që ndesh më së shumti në rrugë janë të moshuar. Ka gjithmonë më pak të rinj. Ka gjithmonë më pak njerëz që janë, si thua, ajo forca punëtore në Shqipëri, që janë këtu, dhe ata që kanë mbetur më thonë një gjë, që në qoftë se Edi Rama qëndron përsëri në zgjedhje sepse kanë shumë dyshime që ai do t'i vjedhë dhe do t'i manipulojë zgjedhjet, ne do të ikim të gjithë nga Shqipëria. Kjo është frika më e madhe, pasiguria më e madhe dhe në të njëjtën kohë është kthyer gati-gati edhe si një sfidë personale për, po them, 99% të njerëzve që unë kam takuar në rrugët e Tiranës. Po ashtu shikoj një mirëpritje nga njerëzit kur i takoj në rrugë. Atëre, edhe jemi okay. Për kandidaturat që kam përpara nga Partia Demokratike. Por dhe zoti Shej, dhe pastaj të kaloj kolegët për të bërë pyetje. Okej. Po ju thoni që Rama ka qeverisur shumë keq. Okej. Po pse vazhdimisht 3 herë dhe tani për herë të 4 thonë që ai do fitojë zgjedhjet? Po pse fiton vazhdimisht? Zoti Shej dhe zoti. Nuk thonë. Nuk thonë që do e fitoj, që do i vjedh. Fjalia që pason, ata kanë frikë se mos Edi Rama i vjedh përsëri zgjedhjet. Pra, tok fjalë që është i vjedh përsëri zgjedhjet. Sepse ne kemi qenë të gjithë dëshmitar, nuk është se është vetëm një pretendim i opozitës. Kjo tashmë është faktuar në të gjitha format, është dokumentuar. Ka dosje në prokurori që janë të zbardura, kanë rënë njerëzit në përgjime, zyrtarët më të lartë të qeverisë Rama. 1, 2 dhe 3. Pra, vjedhja e zgjedhjeve dhe manipulimi i zgjedhjeve është i dokumentuar, por ajo që ka ndodhur deri tani është që faktori ndërkombëtar, pra partnerët europian, amerikan dhe të tjerë i kanë mbyllur syt përpara kësaj. Pse? Por tani duket që ka një ndryshim. Të gjithë që kanë edhe Amerika dhe Evropi dhe të gjithë që kanë me një ajdut. Ti mban mend ty se si në 2021 u përshëndetën zgjedhjet pa mbyllur procesi. Nga ishte ambasadore amerikane, apo jo? Ishte e para dhe vetmja që bëri këtë gjë. Ndërkohë që procesi nuk ishte mbyllur. Edhe pse më pas raporti Unë kam një mendim tjetër aty. Nëzori një raport që thoshte bëre pyetje, po e ke retorike e vazhdo, po ju bëre një gjysmë pyetje të cilin unë diti përgjigjem kështu. Në vitin 2021 ju humbët me 36.000 vota dhe në qoftë se nuk do të ishte ndryshuar ligji elektoral, që ndryshohet Rama, kishte fituar opozita. Dhe në këtë mënyrë do kishte vota të vjedhura. Ishte manipulimi të zgjedhjeve, ishte edhe ndryshimi i kushtetutës. Apo jo, dhe i kodit zgjedhjeve. Ishte ligjore dhe territoriale që ishte opozita. Dhe ndërkohë që ishte bërë një marrëveshje paraprakisht, ajo marrëveshje u shkel në mënyrë të njëanshme nga Edi Rama dhe kjo u lejua. Zoti Shej, ju mendoni që Edi Rama fiton vetëm pse i vjedh zgjedhjet? Njerë unë mendoj që zoti Rama nuk fiton. Këtë zgjedhje. Okej, ta lem atëre të presim dhe disa ditë. Fiton, po. Themi po, nuk fiton. Nuk i fiton zgjedhjet, pare, po të them ty dhe... To 3 herë, ky i ka vjedhur, po? Ore, këtu të gjithë vjedhin ka i qikëre, ky ka vjedh ma shumë, pra ne ka ranë, po këtu, po pra se këtu qeveria gjithnjë, merë një 2-3, kam thënë dhe në për ca televizion tjera, 2-3% i përlan gjatë procesi zgjedhor. Si ndodh kjo? Ndodh njerë se ti mobilizon gjithë aparatën e shtetit që është në punë si tuaj dhe i vem punojnë, si me thëmë, parcelën elektorale e para punës. E dyta punës, këto grupet që dhunojnë njerëzit zakonisht janë me qeverit, jo vetëm këtë qeverit, po,
Janë me qeveri. Po, sepse Deri tani nuk kemi shenja që këta të forcët kalojnë këte. Pra ata kanë frikë që nuk fiton. Po pra, kanë fillu. Ata kalojnë, jo, kalojnë ata. Atë gati i ke ka krau tjetër. Ata kalojnë, po nuk ka shenja. Ndodhë kështu zakonisht, një pjesë nisen jashtë, një pjesë shkojnë ke aji që merë pushtetin. Një pjesë i kënë jashtë? Po, një pjesë i kënë jashtë, ato që janë një. Po, zakonisht i fusin të rritë në këtë punë, dhe fundit fare, biznesi, i cili zakonisht, edhe në përgjithësi i Shqipëri, lëpijet këtë dyrë të qeverisë, vjen dita që gjatë fuqatës pagun haracin e vetë, se bjutë të para që mbledhen... Mos kemi ndryrë publicitare? Shugji... Fix? 23? Kemi. Është një publicitet që në detyroj në zoti në fale, ju kërkojmë djesë shumë. Publicitet, fare shkurtër i këthemi. Kemi rikësyrë, kemi dhe një që lexoj unë, që është Komision Qendror të Zgjedhjeve, unë ndoshta nuk e lexoj dhe aq mirë, po kur njeri nuk e lexon dhe aq mirë, nuk e bën mirë si veprim, bëhet më e dukshme, dashi. Duket kuptohet më mirë. Me besueshme. Bëhet me besueshme. Emri jot nuk është aty, apo jo? Ja, s'ka lidhje unë se unë nuk votojmë. Mendova thash mos Ja. që ta kishim si... Në zgjedhjet e datës 11 maj votohet vetëm me një fletë votimi, që formati saj është kjo, të nderuar teleshikues, edhe votuesit. Ju mund të votoni në një nga mënyrat e treguara në vijim, përndryshe fleta e votimit do të jetë e pavlefshme. Ti lexoj mënyrat në vijimon. A. Nëse doni të votoni vetëm për partinë apo vetëm për koalicionin, vendosni shenjin X ose plus brenda kutisë, që e keni në çdo. Brenda kutisë përbëri emrit të partisë apo koalicionit të partive që doni të votoni. B. Nëse doni të votoni vetëm për një nga kandidatët, që është në listën parapërqyese, vendosni shenjin X ose plus brenda kutisë përbëri emrit të kandidatit që keni zgjedhur. Në këtë rast vota juaj llogaritet për kandidatin që keni zgjedhur, njëkohësisht edhe për partinë apo koalicionin të cilit i përket ky kandidat. Kujdes, ju nuk mund të votoni për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Dikush në një studio tjetër që s'duhet dhe me mi, ja thatë, unë do të jep një ty se ti mund të bënje më mirë këtë veprim. Ja dha dikujt më, le të shoj në dorë ati dhe... Nuk ishe keq, si herë e parë, apo jo? Jo, ishte tjetër, e kam bërë njerë. Tani isha mishiruar, po. Duket përmirësimi. Dashi ti mund të bësh të punë, po të ta caktojnë? Po ta përmirësosh pak. Kanë bot, ti mund të gjizit Se mos ju ka thënë, si reklamat o Komisioni Qendror. Po reklamesh. Pse për çaj more ti? Ndrot dorën. Që po ndihmojnë popullin. Jo. Jo, bur reklamesh. Tani, Mitro, pyetje. Sa më të qarta. Dua të pyes zonjën Zhulali, fillimisht, sigurisht ajo është në terren dhe për ditë takohet me qytetarët, me njerëzit, ka krijuar një perceptim mbi atë çfarë duan qytetarët, por nga ana tjetër besoj dhe Partia Demokratike ka sondazhet e veta dhe ka projeksionet e veta për rezultatin e 11 majit. Unë dua të di nga projeksionet që ju keni dhe nga sondazhet tuaja të brendshme që keni, a ka qenë debat brenda Partisë Demokratike opsioni që zoti Berisha të mos jetë kryeministër pas 11 majit, të mbetet kryetar partie, por të mos jetë kryeministër, pra të jetë dikush tjetër. Sepse në qoftë se sondazhet thonë se Partia Demokratike me këtë kryetar partie nuk të i kalon votat e nevojshme për të marrë shumicën, atëherë opsioni tjetër në tavolinë është që të ketë një kandidat tjetër për kryeministër. Dhe dua të di nëse është diskutuar kjo brenda jush dhe a është një opsion për pas 11 majit. Dhe në logjikën e kësaj pyetje dua të pyes edhe zotin Shej, në qoftë se kjo ka qenë një pikë mosmarrveshjes mes jush dhe Partisë Demokratike për të qenë një koalicion të përbashkët. Sa si zonja Zhulali i pyetën për mua. E para... Një ide, është dhe për ty. Mos ke iku për shkak të Berisë se ka fjallën. E para, ajo që nuk e kapin dot asnjë nga sondazhet e bëra deri tani, është vota që do të mbledhin kandidatët e listës së hapur, që të sigurojë që do të çojnë në një fitore bindse të Partisë Demokratike. E them këtë sepse konstatoj vetë në rrugë. Nga njerëzit që unë takoj dhe më besoj që shpenzoj shumë orë duke u takuar, unë kam sot për shembull, kam që nga ora 8 e mëngjesit, pa pushim, derisa kam ardhur këtu, që bëj vetëm takime me njerëz.
dalë në rrugë, në tregje, në dyqane, ndalë kudo, në 56 kam gjetur njërë. Po, më ke parë dhe ti. Dhe ndesh reagimin e tyre në rrugë. Dhe jo vetëm demokratët, por edhe ata që identifikohen si njerëzit grip, pra që nuk kanë bindje të forta politike ose nuk kanë fare bindje politike, por votojnë me logjik, me arsye, thonë që tashmë vota jonë është për ju, dikush shkon deri tek individi, dikush shkon dhe tek Partia Demokratike. Megjithatë, ajo që më ka bërë edhe më shumë përshtypje është që tek ne takuar dhe të majtët. Kam takuar kaq shumë të majtë që thonë që do t'ju votojmë ju në këto zgjedhje. Edi Rama duhet iki po e po, do t'ju votojmë ju në këto zgjedhje. Dhe do të zgjedhin preferencat e tyre brenda listës hapur. Por këtë margj, këtë si thua magnet tërheqës vote të secilit kandidat të listës hapur nuk e kap asnjë sondazh nga ato që janë bërë deri tani. Dhe po të shikoni, sondazhet janë përqendruar pak a shumë tek e njëjta gjë që bën edhe fushata e Partisë Socialiste, në fakt, për ta përqendruar vetëm tek liderët. Në fakt, ideja është për të mbledhur se çfarë vote do të mbledh e gjithë partia ose koalicioni, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, me shumësinë e njerëzve. Dhe nuk besoj edhe që sondazhet do të nxjerrin një rezultat, siç e kanë provuar dhe më herët, edhe për partitë e vogla, që mendoj që është i egzageruar, por veçanërisht nuk e kapin dot për masën e votës që mbledhin kandidatët e listës hapur. Sepse ka problema aty. Ndërsa për emrin e kryeministrit nuk ka lidhje ajo. Jo. Ky debat ylli është i tejkaluar. Ky diskutim është bërë, ne kemi hyrë në këtë garë, në këtë format. Sali Berisha është kryetari i Partisë Demokratike, është kryetari i Aleancës së regjistruar në këto zgjedhje. Ne brenda statutit e kemi që pas zgjedhjeve do të bëhet përsëri zgjedhje brenda partisë për të vendosur kush do të jetë kryeministri, por me një logjik të natyrshme, kryetari i partisë është edhe kryeministri i ardhshëm. Po tash, përsa kohë kjo është e parashikuar në statut, do të ndiqet kjo rrugë, gjë që është deklaruar dhe nga zoti Berisha. Po ky nuk është pjesë e diskutimit tani dhe nuk ndryshon asgjë. Do të shej? Kjo është punë për to. Kuptoti ajo. Unë nuk... Unë 4 vjetë për para, kur mbaron këto zgjedhje, se mbaron atje, me që kam qenë, që me thonë, me emrin e LZK-s, po mbrënda listave të përbashta, të dës gjykova që mbasi u humbën për herë 2 zgjedhjet, këtu do ketë një evolucion politik. Që kjo opozita mendona ka një përgjithësi këto njerëz dhe që humb një zgjedhje, humb 2, humb 3. Dolem nga parlamenti 2 vjetë më rrugë, një marrije, kotë, kuptoti, nuk hymë zgjedhjet lokale dhe ato vota e mbajtën Edi Ramën atje. Ti lej pasaj historitë e gabime pa fund atje. Dhe mendova që do reflektojnë. Këto në fakt bën një kongres, o sana atje, kupto, lideri po ai që ishte dhe zoti Berisha aty ishte, në rreth parë. Nuk pash një shqetësim për këtë që ndodhi. Thoti që një njeri politik, ose një ambient politik serios, duhet të reflektoj për këtë punë. Atje doli vetëm një shkrimtare, që hiku dhe Marku Qërishte dhe tha, ore, kjo është teatri absurd. Ne humbi për herë 2, thotë këtu brohoritet. O ke një kontradiktu, dash. Po, se ti o vidhen votat, o fiton Rama. Pra ju humbi votat ose... Kene mërti, s'po folë fara, s'vodhi votat më abet, do me qitë pas... Dashi, nuk të takshu. Dashi, të takshu. Kur është qeverita, 2-3... Ora, unë për merë dishkam shumë. Edhe në Greqi, do të kjo. Por ka një problem që ushtroj kolegu, dhe se ne thamë, fiton e drama. Dhe pyetja është shumë e thjeshtë, mos ka lidhje kjo me kundërshtarin ka Edi Rama për balë? Jo. Se shumë njerëz thonë, unë do t'ja bëj Edi Ramës. Nuk ka njëri që fiton Edi Rama. O zotri, se thonë që ore mos fiton kjo që ka për balë Saliun. Dashi, po thoshte ne s'bëjmë kur analizë në humbjes.
Po pra, këte bën analizën e humbjes, do të pranosh që ka fitu tjetër. Fitoj mërtja i shkojnë qeveri, ne po flasim të shikëtu. Ti do me qitë ka jo që s'kanë qenë vjes zgjedhje. Jo, o do pranoni që vjes zgjedhje, ose... Edhe atë pranojmë edhe këtë që thuti. Do më thonë që i tha, po të ishim të gjithë bashkë? Jo mërë. Po të ishim të gjithë bashkë? Bo analiza e humbjes kur, thot që? Ore, kur mërti? Parti Demokratike nuk është diskutu në jerë, nuk ka pas kur debat të mbrëtshëm. Në Parti Demokratike ta lejmë këtë punë, përfundon po kësherri, si që fundoj 8 janar. Ndodhi kjo historia me Berishën, do ori hap një, ato që ishim me Berishën kundër Lullit, do bënë, kjo histori që dim gjithë që si a blenë më marë me këtë. Do atë them, zoti që ishte pjesë e diskutimit kur ju hytë në diskutim me Partinë Demokratike për të dalë një koalicion. Po pra, ta shi po të them, kur hymë që s'hymë fare në diskutim, që s'kishte më diskutim, diskutimi aty është, hajde me mu, të liroj me karringe. Marëve. Kjo është diskutimi, po do jesh me mu. Edhe do gërthasësh për mu. Dhe nuk ke drejt thush to që them mund sonte. Se di pse i them unë këtore. Sa to gruz vota që kam ledh vetë, gjithë jetë e para punës. E dyta punës se kam këtë kurajo civile. Me thënë që unë i hytë detin kamp, shkoj me mledh vota dhe qytetarëve Tiranës, se të ka vajzë, edhe po u bëra deputet mirë, po su bëra shnet, që kam qenë e 6-7 herë. Edhe kjo më jep dignitetin për të thënë atë që i mendoj. Jo të gjithërë, se duhet të thësha shumë më tepër. Po një pjesë vërtetës pak të nëshuar, po nuk mund të bëjmë teatr me vetën e me qytetarët. Prandaj po them, nuk ram dakord, s'kishim pse bim dakord, këto bën një marrëveshje me Drama, bën një marrëveshje të pisët, po ja veja emrin tamam. Sa e loj lista aty, a e loj ligji, është bërë për të fitua ai që është i pari. Kuptote ja. Dhe i dyti e donë dhe listën për të kontrolu opozitën. Dhe me thënë, akoma sot në mëndje të PD-s dhe të atyre që e drejtojnë është që ne të mundim ato që kemi mbrënda. Kur në fakt ne duhet mundim ato që kemi përbalë. Ne kemi detyra jonë është të mundim me Ramën, jo të mundim njëri tjetëri. Po nuk shbët një partia është... Edhe prandaj nuk u bëgë, u bë ligji për të mbajt lidh grupin parlamentar, duke mos e kuptu që ky ligj e që mobilizon të një pjesë madhe të opozitës. E që mobilizon të rësë, sepse ja si janë dhe këto. Zonja mu të thotë tu, po të thellë, sigurisht që së është fort e knaqë. Jo vetëm kjo zonja, po janë 37 zonja e zotëria atje pse hyni kjo pse hyni, edhe kjo do fugoj si që thotë vetë që ngrijem 8 mjesit, për këtë punë, për qërë, për atë leadershipin e famshëm kjo është aty në brënda. Kuptoti për ato 12 njerëz që janë aty do të vrapoj kjo, pse? është më pak e zonjës, po të s'poj hy këti mua beti se duket, sigur po kryojmë atje brënda sharë me njëri tjetër. Po principi ishe kjo, hape lisën për gjithë, edhe kishe vënd për gjithë. Kishe vënd dhe për atë lapajnë që i trembet të shi, edhe për atë sheja që i kishe. Ja goj ke vëndit, garo, merë 2 deputet, merë 3, merë 6, si mas votave. Edhe ishe mobilizu e gjithë rinja e Shqipërisë, ishe mobilizu i gjithë ambienti, do me thonë, dhaj që s'kishe kjef Berishën, do ishe atje. Sot ti e ndave, me që e ndave, me këtë liqë, e që fitove? Bajte grupin, do me thonë, sa te qushe primare, pasaj e që primare të mobilizoj partin, sa jojmë sa primare tjera, pasaj e që për të kariku popullin poshtë, fillon e thunë, ne me Dramën symë zjedhe dumë qeveri teknike, pasaj bjedhe qeveria teknike. Pasaj ti i thunë që do bëjmë mos bindje civile, e ku ma gje mos bindje civile? Kur në fakt qëllimi jonë ishte një dhe vetëm një, të rëdzojmë e Dramën. Jo se është burri ma i keq i Shqipërisë, se mund të ketë dhe të qitë tjera dhe i ka pas politika shqiptare. Por sepse ky njeri duke ne 12 vjetë ka kalqifiku të keqen, edhe do mësohet populli me të keqen, si që mësu me Enver Hoxhën, dhe që nuk reagon të më. Edhe kjo frika që ka munëre. Nuk kam frikë që ai që do vi maset Dramës, do jetë engjël, edhe do vejtë drejtësin në Shqipëri, se engjël tu kam vdek me kohë. Të gjitha këto që ju thatë, në fakt, janë premis që mas 11 majt, mund të ketë një marrëveshje politike që... Por, mas 11 majt, ne gjithë forcat alternative do jemi
atje në parlament dhe do a kondicionojmë dhe do a kushtëzojmë jetën publike, edhe jetën politike. Jetën politike më rapa. Nuk më kuptuat. Gjitha këto që ju thatë, janë premis që si zoti Rama edhe zoti Berisha në basë 11 majt mund të bëjnë dhe një marrëveshje politike bashkë në qoftë se numrat. Një përpara e bëni e bën për kushtetutën 2008. Ndryshimi kodit, a ishte i detyrueshëm ndryshimi kodit, se nuk është se u bë një marrëveshje fshet natën dhe u ra dakord që hajde bëjmë ca ndryshime. Ndryshimi kodit pjesërisht erdhi si pasojë e vendimit gjykatës kushtetuese. Kjo është e para. Ti themi gjërat siç janë. Pastaj diskutimi listat hapura, listat mbyllura, edhe ky unë mendoj që është një debat i pandershëm që bëhet më tepër për të fituar pikë në elektorat, se sa është një debat real dhe i vërtet se çfarë mire do të sjellë. Pse? A ka rreziqe lista e hapur, ka sa duash. Vërtet mund të jetë kjo që thoni që dalin gjithë aty, mirë po do të kesh influencat e oligarkëve, do t'i kesh aty, do t'i kesh ndikimin e grupeve të... Po ka ndikime të tjera, që janë të dukshme dhe të padukshme. Kështu që nuk është debat i ndershëm, megjithatë ne nuk mendoj që jemi në këtë moment për diskutuar për këtë. Thelbi është që çfarë ofron Sali Berisha janë dy gjëra që janë shumë të rëndësishme, e para që është për Partinë Demokratike, që ishte i vetmi që mund të krijonte dhe mund të mblidhte këtë shumësi njerëzish, pavarësisht qëndrimeve që kanë mbajtur gjatë gjithë kësaj kohe dhe t'i bënte të gjithë bashkë, dhe kjo është e vërtetë. Dhe e dyta, çfarë premton Sali Berisha si kryeministër, siç e gjykoj unë të paktën, premton një garanci jo vetëm si njëri që e njeh shumë mirë qeverisjen, sepse në pikën ku ka arritur sot Shqipëria, nuk e kemi luksin të eksperimentojmë me njerëz që nuk e njohin qeverisjen. Se çdo thot të qeverisësh, që nuk kanë përvojë dhe asgjë, prit një minutë. Dhe ka një element tjetër që jemi në pikën që ne do të kemi presione, do të vazhdojmë presione dhe nga oligarkët, dhe nga krimi organizuar. Kundërshtari juaj përmend 97-ën vrasit, fal një minutë. Kundërshtari juaj, Edi Rama ju përmend, ja të lutem, që s'ka lidhje me ty fare, me ty personalisht dhe me shumë të tjera ty, këto gjë që përmend Edi Rama kanë lidhje me Sali Berishën, përmend 97-ën, vrasit e 21 janarit, shpërtimin e Gërdecit, e ke vënë re. Pra ai përmend këto gjëra dhe këtu gjithmonë këtu. Përmend to se nuk di tu përmend gjë tjetër, s'ka çfarë tu përmend. Tu përmend që kanë ikur më shumë se 1 milion shqiptar. Kujt ja përmendi këtë? Tu përmend që njerëzit sot u shkëlqejnë syt kur u thua do t'jap 200 euro minimumi jetik. Shqiptarët nuk i kemi përzen unë dhe ti. Ylli, shumica e njerëzve që kanë takuar më beson. I ka përzen Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Kur u thua që do marrë 200 euro minimumi jetik, ky është niveli i mjerimit ku ka arritur Shqipëria sot dhe po flasim për Tiranën. Nuk po flasim për qytete të tjera, as për fshatra të humbur. Në Tiranë, sot isha në tregun e në Laprak, në një nga tregjet atje. Dhe këtë, do me thënë, ua komunikoja njerëz dhe i pyesja, çfarë mendoni? Dhe më pyesnin shumica që ishin atje në treg, më thoshin, a është e vërtet që do jepni ju 200 euro në muaj? U duke shpëtim për të mbajtur veten me bukë. Ky është niveli sot në Shqipëri. Dhe nuk do t'ja di fare asnjëri për ato reklamat vjetra që jep Edi Rama, që ka kaq vite që vetëm ato transmeton dhe as mban përgjegjësi për ato që ka bërë ai në 12 vite qeverisje. Sot kështu është situata në Shqipëri. Me këtë flas, me bizneset që po falimentojnë, investimet, cilat janë investimet e huaja që kanë ardhur në Shqipëri? Zero. Dhe ata që patën ardhur kanë ikur. Sa bankat janë mbyllur, sa spitalet janë mbyllur. Banka këtu e. Sa bizneset të tjera. Do ta themja dy gjëra? Dhe niveli tash ajo që sot Edi Rama nuk ka çfarë të thotë shqiptarëve është të flasit të ardhmes së tyre. Ai flet vetëm me të shkuarën dhe vetëm me depresion. Por ky popull dhe këta njerëz e kanë bërë zgjedhjen e tyre. Nuk ka ku të shkojnë më keq sa kaq dhe nuk do të pranojnë të shkojnë më keq se sa kaq. Denis. Dhe me 12 maj do të shikosh që do të kesh një rezultat spektakolar. Edi Rama e di këtë dhe prandaj përpiqet të bëjë çdo gjë që vetëm për programin e Partisë Demokratike të mos flitet. Ila di thua vërtet që ka rezultat spektakolar.
Këtu do t'jemi. Unë ndesh në rrugë. Tani njëri ju e shikon nga ata që të takon, çfarë i thonë, unë që po të flasë ty kalojnë... Ti nuk kandidon, unë kandidoj. Jo, po mua më flasin ma apur. Se ty të gjithë që kalojnë aty të thonë po. Jo, nuk thonë gjithë po, nuk është ashtu. Mua më flasin fare apur, ne po të them, edhe këta kalojnë në rrugë. Kërkojnë zgjidhje, Yli. Ja me një javë është. Përsëri, po të marrë një tjetër shembull, në Laprak, ka më shumë se 90% të banesave atje të shtëpive janë pa legalizuara, por nuk janë vetëm djatë, janë dhe të majtë. Unë ka ardhur majtë tundë se duan siguri për shtëpinë e tyre. Sepse këta të vinë edhe të shemin shpinë dhe nuk t'japin asnjë letër në dorë, dhe s'ke ku ta zgjidhësh. Dhe gjithë investimi i jetës, sa ata e kanë bërë shtëpitë, nuk i kanë bërë me lekët e krimit dhe drogës. I kanë bërë me investimin e gjithë jetës vetë. Jetojnë në kushte të vështira, ama kanë arritur të ndërtojnë një stre. Dhe as atë nuk e kanë sigurt. Për çfarë të flasin me Edi Rama me këta, për shëndetësinë. E di se sa njerëz më shkruajnë. Disni për shëndetësinë, spitalet, ku do shkojmë, nuk u dalin parat, pagat, pensionet, për laçe, për arsimin, për punën që nuk shpërblehet më. Zakonisht duhet dali para njerëzve me një tezë kryesore, që Rama po thotë është integrimi edhe mbyllja e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Pra kjo është teza bazike. Unë mendoj që opozita po humbet duke u shpërndar në disa kanale dhe disa çështje. Pra, sipas meje, nuk po përqendrohet tek një vend, fjala vjen. Sot paraja zez kontrollon gjithçka. Shtetin, policinë, shkurtirin dhe këta në para zez. Ekonomia. Kemi në tezën shumë qartë, ekonomia. Para zez janë dy palë. Çështja është që ekonomia. Nuk është çështja se sa fusha keni në program, se gjithë unë e kuptoj që ju keni një program përgjithshëm. Problemi është që po them diçka tjetër. Kapet një pikë kyçe, dhe ajo ndërkohet filozofia... Ekonomia është pika kyçe, ekonomia familjare. Për ekonomia ka ky pyetje për ekonominë. Ndërkohë, po të them, po të ishit marrë vetëm me ndërtimin, që është një fluckë e madhe, ku futen gjithë parat e pista, po që ju vetë, jo ti personalisht, sa njerëz ju keni njerëz vetë implikuar në interesa ndërtimit me oligarkët. Sa njerëz i blenë këto apartamentet në këto kullat fluks. Po pra nuk i blenë njeri pra. Po je jashtë realitetit. Ju mbani këto tezat që janë krejt pa lidhje me atë çfarë duan njerëzit. Më beso këtë. O Denisa, kështu mendon pra tani. Ose kështu ka vendosur të mendoj. Ta marrë vendim të mendoj kështu. Punonte në shtet dhe tha, kam 3 fëmijë dhe nuk e besoja do të kur që do t'vija në Shqipëri. Dhe në vitin 2025 nuk më del për të ngrëmë për fëmijët e mi. Perfekt. Tani unë e di që... Ky është realiteti. As nuk do t'ja di ajo fare për kullat. Kam dhe një zonjë unë të palatin. Fare, nuk do t'ja di. Problemi është çfarë ju sjellën pushtet. Kjo programi, si do t'i rritet rroga, si do t'i rritet pensioni, si do i ulet taksa, si do ulet çmimi i energjisë, si ujiti karburanti. Pa dashje keni krijuar kooperativën e votës. Jo ju personalisht. Jo, nuk është kooperativë vote. Gjithë si politik keni krijuar kooperativën e votës. Çfarë është kooperativa e votës? Që dini derë, duke lyp vota. Ndërkohë që parlamenti... Falë, një sekundë, se tha një gjë të rëndësishme zoti Sheh. Unë s'kam nevojë, tha që dalë se vjedhe turp, tha t'i bi derës. Tani, në parlament... Mua nuk më vjen turp t'i bi derës, fare. Po një moment, se s'po e mbaroj do t'fjalin. Po nuk po mbaroj do t'fjalin, ata mbaroj t'fjalin. Unë vetëm dëgjova. Dëgjova dhe gjëra që... Po i përmbysë, nuk janë ashtu. Po më falë, po flasë për diçka që ka thënë zoti Sheh, s'po përmbysë asgjë. Unë mendoj që në parlament duhet shkojnë ca njerëz që kanë meritokracin, standardin, nivelin dhe pjekurin politike që të shkojnë në parlament. Unë nuk dua që të shkojnë në parlament, sa njerëz që dalin dhe lypin vota. Nuk dua që të shkojnë në parlament, sa njerëz që i bin derës të gruaja. Ty ata këto çojnë në parlament. Një sekond, se është rëndësishme. Kjo është jashtë listës atë në brenda listës e ke parti. Kjo se ne kemi degeneruar parlamentin ke Zeqineja, e kupton ti tani apo jo? Ke Zeqineja që del dhe mbledh vota të katundarve atje në Fier, po si Zeqineja ka dhe këtu në Tiranë, e kupton? Dhe ky zotëria që ka 35 vjet, ka maturin, pjekurin, ka dhe i debat politik, pra duhet kishim i debat tjetër politik në parlament dhe ca njerëz tjerë më zotëri, se kjo tani është një kooperativ vote. O Denis, nuk na pyet njëri ne për këtë punë. Ne po pyesim këta tani. Po ta themi pra këtë. Po mos e thuaj këtë se nuk po pyet njëri ty. Kush do shkojnë në parlament? Tani ky zotëria sot, ky zotëria, ky amerikan. Ti pyetesh për një votë. Do shkosh se rëndësishme. Ky amerikani i mori sot me video call dhe i tha, dilni tha dhe takoni njerëz dhe këta rinin sikur nuk e dinin këtë gjë, pra sikur i tha një gjë nga kozmosi ai.
Pra gjithë Partia Demokratike që kanë 30 vjetë që bëjnë fushata, dëgjonin njërin që nuk e disa miliona do marrje i burri nga Amerika, që i thoshte dilni dhe takoni njerëz. Pra, ju ka thënë gjë të zgjuar i përveç kësaj? Ndërkohë kjo është pyetje direkt për ju. Pra, juve kaq keni mësuar nga ky zotëria që dilni takoni njerëz se këtë po e bën veti ndërkohë. S'ke nevojë të ta mësoj ky amerikani apo jo? Tani, programi ynë është i qartë, është kuptuar nga njerëzit, ne komunikojmë drejt për drejt, ti quaje kooperativ si duash, nuk ka asnjë lloj. Jo, s'ka lidhje me ju, ka lidhje me tërsin kjo. Kooperativa është dhe për PS-n, për gjithë. Jo, nuk është kooperativa. Kooperativ, lidhni vota, jo, njerëzit kërkojnë që ne të flasim për atë që ata i shqetëson më shumë. Dhe ajo që i shqetëson më shumë është kjo. E para është ekonomia familjare. Nuk ja dalin dot për të mbajtur veten me bukë. S'mu përgjigje për pyetje, e tham këtë. E para, e dyta, kanë pasiguri për çdo gjë. Pasiguri për jetën, pasiguri për pronën, pasiguri nëse smuren ku do të gjenë zgjidhje, pasiguri për arsimin, pasiguri se dia që marrin fëmijët e tyre në shkollë nuk shpërblehet më, përkundrazi. Keni kriju inflacion. Modelet janë përmbysur. Ai që ka dije që është i aftë, mbetet një njeri që nuk ja del dot, ndërsa ai që nuk ka asgjë, ai shpërblet dhe bëhet i pari fundit. Këto janë shqetësimet e njerëzve. Në këto dëgjoj këtyre i përgjigjen. Po, dhe programi ynë këto ka që i ka si shtylla kryesore. Ai burri që ka ardhur, Krisla Civita, që është një personalitet, edhe nuk ka nevojë që ta, do me të tja ullësh profilin. Jo mos ja ullë fare profilin, po ju ka thënë gjë të zgjuar apo jo? Ai ka ndërtuar një strategji e cila ka qenë efikase. Strategjia e tij na ka sjellë në pikën, siç e thash, që në fillim të fushatës, dhe për 3 javë fushata jon është një fushatë që është kuptuar nga njerëzit, është mirë pritur nga njerëzit. Për shkakun e tij apo jo? Është ai ka qenë pjesë drejtuese e kësaj fushate. Tani, në qoftë se do ta banalizosh, banalizoje. Dakor. Du të kuptoj çfarë rëndësie ka. Po ta them pra, rëndësia është kjo. Rëndësia është kjo. Partia Demokratike në këtë fushat ka folur drejt për drejt aty ku është interesi i njerëzve, i cili fatkeqësisht gjithmonë më pak del në mediat shqiptare. Flitet për shumë e shumë gjëra përveç se aty ku është interesi i njerëzve. Dhe tash, ti ndoshta nuk e beson dhe të duket e egzageruar, por në Tiranë, po flasim kryeqytetin e Shqipërisë, në të njëjtin vend ku janë këto kullat e bukura dhe fantastike, niveli i mjerimit është i papërshkrueshëm dhe është masiv. Është masiv, është në zemër të Tiranës. Imagjinoni se ç'bëhet në periferi apo në qytetet të tjera apo në fshatra. Dhe ky është realiteti. Ti realitetin e duhet t'japim një zgjidhje urgjente, duke bërë sakrifica, duke bërë çdo lloj skeme të mundshme që i përgjigjet përmbysjes së kësaj situate. Partia Demokratike do ta bëjë këtë përmbysje dhe në fund të ditës njerëzit do t'jenë ata që do ta vlerësojnë, por ajo që do ta them përsëri është që njerëzit e kanë kuptuar programin ton, do ta votojnë programin ton dhe në Shqipëri ju do të shikoni një rezultat spektakolar me 12 maj. Dhe nëse kjo s'ndodh, i kujti është problemi? Kjo do të ndodh. Po përveç se, një mundësi, do të thënë nuk ka asgjë absolute në botë, 1%, edhe mjekësia. Ka vetëm një mënyrë se si kjo të mos ndodh. Nëse Edi Rama i shkatron zgjedhjet ditën e zgjedhjeve. Ditën e zgjedhjeve. Nëse ai guxon ta bëjë këtë gjë, kjo mund mos ndodh. Përndryshe, Shqipëria me 12 maj nuk do ta ketë më Edi Ramën kryeministër. Zoti Shehi, çfarë mendoni se i duhet Shqipërisë për të ndryshuar? Të gjithë flasin për ndryshim, me thënë drejtën. Në studion tim e tani më thres njerëz pa numër të kam cilë këtu, majtas, djathtas, të rinj, të reja, të thash, flasin për ndryshim, por nuk ka ndonjë përcaktim konkret çfarë është ndryshimi. Ju si e mendoni? Si mund të jetë Shqipëria më mirë? Ndryshim është fjalë shumë e madhe, me thënë drejtën, Shqipëria në fakt nuk ka nevojë thjesht për ndryshim, Shqipëria do përmbysër, si me thënë, do bëjë një republik tjetër, me kushtetut tjetër, me ligjë zgjedhor tjetër, me reformë tjetër administrative,
me ligj për administratën publike, krejt tjetër, do me thënë, do marë me themel. A do jam rrim kësaj pune, këtë nuk e di. Po ndryshim nga ana këshu esenciale, e vogël, do me thënë, e dukshme, e kapshme, që është kjo që të mos jenë ma për të njëjtët njerës. Edhe mbaroj, nga këtu fillon e mbaron shumica e fjallës. Pse, po njerëzit i bëjnë këtu programe. Komentoni që është pak ideale kjo. Po jo, më jo, po njerëzit... Se pozojmë se të djelen, si shto Tilda, bie e Dirama, të djelen e arshme. Të enën tani, ju thoni, dhe vjen Sali Berisha. Po, nuk o në i ndryshimi ma. Këja po të them unë të. Pse, po është njëjta përsëriti për atërjerë, ma thuj në cilën skem, në cilën loj filozofia u quka ndryshim që vjen për njëti, hik për njëti vetë. Kjo është vetë mbyllja e dialektikës në politikë shqiptare, pra nej politika shqiptare ka përfundu këtu ku është. Një të gjendë do të të dojë. Kjo është koncepti im, bazë nuk më vje fare zorë me e thënë, sepse këtu e di që sa të maroj këtë fjallë, unë këtu të që ke Facebooku të turë një 30 ignorantë. E, poshtëru që. Të gjithë e naturën. Kuptoti ajo. Por unë them që në qofë se nuk ka përcejet kjo punë, kjo që quhet ndryshim nuk është në ndryshim, sepse janë po të njëjtët njerëz, i njëjti mentalitet, biles do përkeqësohet, po ta krahasosh Berishën e parë me dytë, me tretë, sigurisht që ka ardhur përkeqësim. Përkeqësim të Po pra, absolutisht. Kuptoti, Berisha i parë beson të ke demokracia, ky i dytë ka besu ke pushteti, ky i treti ka dhe ca tjera, halëm kuris. Ky që ta lejmë këtë punë. Unë gjykoj që rinia shqiptare, shteti shqiptar, që jo shtetir, se shtetin këto e kam bërë, dhe fatkeqësi që ke i dalë, si ndajnë periudat Shqipëri, koha Enver Hoxhës, koha këti, koha... Pse ne nuk na kanë qeveris institucione, ne na kanë qeveris njerëz, individ, dhe individi maj mirin botë me qenë, gjithë një është i gabushëm, është i korruptushëm, kur rri shumë kohë, i përqenë pushteti absolut, e keni paju që flasim vetë tretë to, sigur me thënë unë sonte, a i dasha mirë shejem, do me thënë ne kena mërit në i limit që sharakë shturë, në i farë mënyre, por prandaj për them, unë kam shpresë që një pjesë e këtyre të rive dhe ne i pjesë të vjetërve, po e fuz vete, që kena kurajen me i thënë sa gjëra, që hajde të ndryshojmë realisht, po i bëjmë i thirrje qytetarve, po reagun, pozitivisht, të rego që kemi ca sheja për qku për para, për ndryshu. Kemi shenja. Por unë nuk e mohoj atërë, se njerëzit mendojnë këtu ato që ky thot i bje PD-s, absolutisht fare. PD ka mbrena mira, vajza e djemë mira. Edhe aty është farmi dhe i ndryshimit, po nuk mund të vazhdoj pa më këtë loje. Bëjnë gjithë sigur se kuptojnë. Çdo me thonë kjo punë. Që ka ndryshimit, që ka ndryshim të? Zonja thot programi, shumë i bukur është. Kuptoti ajo, ja po të themu në shi bukur, i mirë është, i egzagerum pak, po i mirë është. Se programe kam shkruaj dhe unë për pëdënda, edhe ky që kam unë, është biles ky them që është më i mirë. Më i bukur akon. Sepse e kam bë pak më të shtrëngut, jo këtë këtu e këtë atje e këtu, por gjithë se si është i mirë, të mira e në programet. Po kush njerës do i zbatojnë mërë, pse që kanë zbatushëm këto të këtit e jo të ati tjetërit, e vetëm ky e pas ka drejtët. Absolute. Unë për shembull ja i thatë ju të gjithë ato, jo taksa. Unë du t'i kthej pronarve mallin e vetë. Se ka bë, as PD-ja, as PS-ja. Dhe ato që du me morë pronat, po i them, mos votoni ato që ju a morën pronat. Prandaj, edhe po ja them sigurisht. E ka bërë, nuk e ka përfunduar pa. E ka bërë, që ka bërë, e ka bërë. Ka këthyri, le. Atje. Po janë këthyre prona në Shqipëri, pse nuk është kjo asnjë. Me atë ligjë për i doktori, jo. Pret, a dikur është programi i rësishëm, që halli kanë shqiptarët sot, kam pasigurie. E kemi. Pa pra, tu ka pasigurie, për gjdo gjë, higën prej Shqipnie, higën dhe i, edhe i higën prej Shqipnie, që i ka një 2 rroga, po e zemë, për të mira. I ka dhe i higën prej Shqipnie. Sa jeti Rama i kështë bërë atë grafikën aty e pat, ajo është e gënjeshtë. A di pëse për të theme gënjeshtë, sa i thot paga mesatare ishin 2013, 370 euro i fut kotë. Ja po e them ka t'i kje. Ta shi kjo e ka bëj mirë, po ja po i pys shqiptarët se ndoshtë më dëgjojnë të shi gjysë më të natës. Ore ku shjega i që merë ka 2 herë gjysë rogën sot?
ma thot me një profesion, hiq sa grupet vogla mrena kryeministrisë. Sa kanë shkuar të Kush ma thuj një mësues që i merr nga sot 2 herë gjysë rrogën e 10 vjetëve për para, ose i doktor, ose i oficer, ose i polic. Ajo është i gënjeshtre. Tani, Po këtu o puna që i burit këtu, i kanë këtore të mdhejt, dhe zërat e arsyes këtu nuk dëgjojnë fare. okej, atëre O Ilda, je me këto, o je i keq. Ilda tani të djelen, Tani, bie, ja, një sekund, bie drama të djelen. Pa. Të enën tani, ju mblidheni, marrë të mërkurën dhe nëzirni pastaj për 1 muaj, për 2 muaj qeverin. Si e bëni Shqipërinë më të mirë tani? Do t'jetë doktori, kryeministra apo jo, dhe pastaj do të qeveriset Shqipëria apo ja? Pa. Si e bëjmë Shqipërinë? Mirë tani. Mendoj që ne kemi një ekip me njerëz që janë njerëz me integritet, se mendoj që një nga problemet më të mëdha sot ylli është që kjo babzia ka që shfrenuar, që e gjen kudo, kjo është gjëja që të gjithë njerëzit presin të zhduket me njëherë. Do mendoj që ne aty kemi disa njerëz, burra dhe gra, që janë jo vetëm të aftë, jo vetëm kanë përvojë, por kanë edhe integritet. Dhe kanë provuar këtë në profesionin e vetë, aty ku kanë shërbyer, dhe në këtë formë japin një besueshmëri më të madhe qeverisjes nesër. Këta do të vijnë në krye të vendit, do të zbatojnë atë program qeverisjes që ne kemi, nuk do të jetë lehtë, do të jetë shumë e vështirë, sepse situata ku ndodhemi është jashtëzakonisht e vështirë. Ne jemi të sinqert, nuk bëjmë gënjeshtra, unë për paktën e pranoj dhe e pohoj me plot gojnë që do të jetë një sfidë shumë e madhe dhe një vështirësi shumë e madhe. Dhe një nga vështirësitë e mëdha që ne kemi është që njerëzit kanë ikur dhe po vazhdojnë të ikin. Një nga këto vështirësi. Sepse që të ndryshohen edhe ata që punojnë në institucione, të gjithë ata njerëz që janë të korruptuar, që kanë bjedhur, që janë të paaftë, se kemi 5 veta në një vend pune për të bërë një punë që e bën vetëm njëri dhe 4 të tjerë rrinë kot, duhet gjesh një njëri tjetër të jetë po aq i aftë, po aq i përgatitur dhe nuk kemi shumë të tillë. Unë të kalojmë tani sepse jemi në limite. Po në fund të ditës mendoj që sigurinë e jep kjo gjë. Ekipi, programi, çdo gjë do të jetë gati dhe kur vinë në qeverisje Ju të jeni vendit. thjesht për kandidatet, ndërsa Dashi përfaqëson dhe një forcë politike dhe unë të bëj pyetjet e fundit pak të ndryshme. Te kjo temë fare shkurt, do ishte mirë të dinim, të kuptonim një model zhvillimi, sepse dakord gjithë narrativa që gjithë miranët që ka nevojë për bukë e tjerë do i ushqejmë, do i nxjerrim nga varfëria, nga mirimi, por mazhoranca aktuale ka një vizion. Do ndërtoj kulla. Cili është? Vizionin që ka, çfarë rëndësie ka, Katrin e po. Shqipërisë. Pa. Përtej kësaj, ka një vizion që e beson, mirë apo keq. Ju çfarë modeli zhvillimi keni? Dhe mirë dhe vota shumë për atë Po. lloj që ka. Çfarë modeli zhvillimi keni? Zoti Dashi tha ka nevojë të rithemelohet i gjithë shteti shqiptar. Të përmbyset nga Të ikin të vjetrit Ju këta. çfarë modeli zhvillimi keni? Përtej kësaj narrativës që do ulin taksa, do rritim rrogan pensionet për administratën. Përmbysjen e kemi thënë, besoj bjem të gjithë dakord që duhet një përmbysje. Dhe mendoj që për momentin, në momentit ku ne jemi, ne nuk e kemi luksin të diskutojmë për këtë gjë. Jemi në kushte shumë herë më të rënda se që mund të imagjinohet. Shumë herë më të rënda se që mund të imagjinohet. Nëse falimenton ekonomia shqiptare, ka falimentuar çdo gjë. Pastaj ti mund të diskutosh kushtetuta, parlamenti, kjo dhe ajo, dhe nuk ke bërë asgjë. Sot ekonomia shqiptare është në falimentim. Prodhimet shqiptare janë në falimentim. Fjala institucione nuk ekziston. Këto janë konstatime zonja Zhulali. Si Si dalim nga ndikon kolapsi, si dalim është nga ulje e kolaps taksave. Po, me modelin shumë. tuaj. Atëherë, ulje e taksave të ndihmojnë biznesin, ulën çmimi i energjisë, pra çdo gjë që mund të ndihmojë biznesin, t'ja ulim barrën në mënyrë që biznesi të rritet, të punësojnë njerëz. Produktet me Made in Albania të ndihmojnë fermerin shqiptar, që punëson 32% të popullsisë dhe nuk i bëhet barë shtetit shqiptar. Fermeri do të ndihmohet me subvencione, duke krijuar dhe bariera që produktet që vinë nga jashtë, nga rajoni apo nga Europa, nuk e konkurojnë dhe nuk e shkatrojnë atë që prodhon, dhe në mënyrë të tillë që ata fermerë që janë këtu, jo vetëm mos zhdukin, mos shkatrojnë produktet e tyre,
të mbyllin shtëpitë dhe të marrin valixhet dhe të ikin, po të qëndrojnë këtu, të punojnë tokën dhe të zhvillohet bujësia shqiptare, ekonomia shqiptare dhe në vend që ti importosh këto produkte, do t'i prodhosh, do të përballosh nevojat e tua me prodhimet vendase dhe do të mund të rrisësh dhe kapacitetet dhe të eksportosh tutje. Pastaj për të kaluar tek pjesa e industrisë, por që mund vinë në një fazë shumë të vonshme, se për momentin nuk e shikoj të realizueshme, një nga pikat e tjera është përmes teknologjisë dhe përmes energjisë, që janë dy sektorët më të rëndësishëm që duhen zhvilluar. Me energjinë ne kemi provuar, kemi sjell tapin, kemi bërë hidrocentralet si zhvillimin më të rëndësishëm dhe strategjik dhe për Shqipërinë, që është dhe energjia e gjelbër. Tani duam të zhvillojmë edhe energjinë diellore, edhe energjinë e erës, dhe të shfrytëzojmë tapin për të gazifikuar Shqipërinë, kjo ul edhe kostot energjisë në vend, po pse jo, edhe duke ndërlidhur me rajonin ti kthesh në një fuqi energjetike, pra krijon një projekt turist. Me ju, me teknologjinë që e kthen në një hub të data centrave. Për një moment mendojmë... Më bërë një pyetje shumë të madhe dhe duhet të mbuloja sa më shumë. Ju po lexoni programin që ka shkruar doktori, gjitha e kemi për detyrë këtë. Është projekt i Partisë Demokratike, pra ne jemi të përgatitur dhe një program. Përfitojmë një moment larg qoftë nuk u bë deputete. Çfarë do bëni? Unë do të vazhdoj rrugën time. Unë kam një profesion. Sigurisht. Unë hoqa dorë nga një profesion. Jo, do merreni me politikë. A do vijoni të merreni me politikë? Po, do të vazhdoj të merrem me politikë, sepse kjo nuk është një... Atëre, fituat si deputete. Çfarë do të doni të mbajshit mend në fund të mandatit? Një gjë që do të mbajshit mend vërtet. E para duhet të mbaj mend si pjesë e ekipit që hoqi Edi Rama nga pushteti dhe fiton zgjedhjet me 12 maj 2025. Fund mandatit e kanë Në fund të mandatit, unë besoj që do të lejë shenjën time, veçanërisht në shërbim të grave dhe vajzave shqiptare, sepse në Shqipërinë tonë kemi një shoqëri patriarkale, ku roli i grave dhe vajzave është i cënuar, hapësira atyre është e cënuar dhe unë dua të kontriboj që ta zgjeroj këtë hapësirë, që ato të ndjen me mundësi të barabarta, veçanërisht në edukim dhe në punësim. Kështu që do të bëj çdo gjë që do të kem mundësi për ta bërë dhe hapësirë për të fuqizuar rolin e tyre në shoqërinë shqiptare, siç e meritojnë. Zoti Shej, edhe një herë ju jeni edhe përfaqësues i force politike brenda një koalicioni. Tani, supozojmë që Edi Rama fitoj përsëri për herë të katërt. Çfarë do të bëni ju dhe çfarë mendon se atë që kam bërë gjithë tjetër, do vazhdoj të bëj opozitën time, të them idetë e mia, ndoshta do i vi dita çik si vonë për mua, po gjithsesi unë nuk jam prej atyre që dorëzohem. Kështu që kjo do bëj. Atë që ka bën fakt 35 vjet kur se ka Ra Edi Rama. Po, unë jam i sigurt që ky do bjeri, jo se do bjeri se është i gjatë, se këto gjatët kurrëzohen bin keq. Po, si Botengu, e ka mosh kupën. Ra Edi Rama. Kjo është e gjitha. Erdhi Sali Berisha kryeministër. Po. Ju çfarë do bëni? Si gjë opozitë, atë që kam bërë, që kur ishte Sali Berisha kryeministër. Pse të mos bashkoni me doktorin? Po, nuk më pëlqen. A do t'i si bëjnë dajmë këtë gjatë, kjo është i gjatë, është i shkurtër, sepse unë mendoj që... Aty ishte, 2 herë të shi dhe do 2 herë nuk është se janë da punët mirë. Edhe më duket e teprume edhe nga doktori vetë kjo që ka bërë këtë rallë. E përvartoj. Absolutisht, e kupto. Po ai mund të ketë punë të veta, ato interesat e veta. Unë do vazhdoj të bëj opozitën, unë kam një orkes krau djath, më falë zotit, nuk jam asi doktori që ka qeni herën dhe vjen këneja si gjysma aleancës madhështore, që ka bëka i gjiro ke ministrat socialistë. Unë aty më qoj drejqi, rash atje ku leva, ke krau djath dhe aty me sa duket edhe do mbaroj. Këtë punë të bëj, po goje nuk ma me lëndot. Të drejtën për të mbrojt qytetarët e mi, ato që e mendojnë si unë, edhe për të bërë zëri atyre, kësë ma bëllin dot. Kupto, as Edi Rama me 2 metrat e veta, as ato këto tjerët.
Kështu që këtë punë do vazhdoj me bë, ato që më kuptojnë, letë kuptojnë, se unë jam i sigur që më kuptojnë gjithë. Edhe ato që bëjnë sigur s'kuptojnë, nuk i levërdis me kuptu, ose kam frikë me kuptu të vërtetën. Prandaj, unë ju falenderoj, ne jemi numrin 9, që s'para kemi shumë hapësirë sa këto grupet e mëdhaja, kur të votoni, Numri 1 është Ida, tani, se do të lexoj prapën atë. Apo të lexosh ti? Të reklama, tu, numri 1. Ja, po si. Numri 1, dakord. Shumë bukur. Atëherë të nderuar të shikues në këtë pjesë, në pjesën e tretë, një pjesë shumë e rëndësishme, më kisha thirrur dy personazhe që besoj që ishin të rëndësishme për faktin që ju thash fillim, që njëri ka ikur nga aty me një eksperiencë shumë të gjatë, që është Dashamir Shej, dhe ai shumë ka spjeguar. Po, ka ikë 97-ën, që që gjë më betë këtë që i nga në rojtë. Jo, po s'ka historiku është... Kam jetë, jam armiku i vjetër me. Po tani është armiku i vjetër. Jam armiku i vjetër. Tani, miku i ri... Kam titullin. Jo, historikisht dhe familjarisht, sepse aty ka qenë, por për të hyrë formalisht, edhe si deputete, është zonja e nderuar Hilde Xhulali, e cila hyn tani. Folëm, për po që më sqaronim në një, ju tani kuptoni, si doni, çfarë ne thamë dhe çfarë u përpoqim. Unë i falenderoj shumë që më ndihmuat, por unë do ta lexoj edhe një herë këtë. Sepse kemi detyrim. Në zgjedhjet e datës 11 maj votohet vetëm me një fletë votimi që është kjo. Nderuar teleshikues. Ju mund votoni në një nga mënyrat e treguara, siç u tham, edhe më përpara. Përndryshe fleta e votimit do të jetë e pavlefshme me dy nga mënyrat që unë do t'ju shpjegoj tani. Dhe në qoftë se ju rëzoni këto dy mënyra, kjo fletë ka që e madhe, mos shkoni sepse do t'jete pavlefshme. Në qoftë se nuk zbatoni këto dyja. Nëse doni të votoni vetëm për partinë, apo vetëm për koalicionin, vendosni shenjën X, ose plus në këto kuadratet. Brenda kutisë përbërjemrit partisë apo koalicionit partive që doni të votoni. Një nga këto, se po si vendosin gjitha dhe është e pavlefshme. B, nëse doni të votoni vetëm për një nga kandidatët që është në listën e parapërqyese, vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë përbërj emrit të kandidatit që keni zgjedhur. Në këtë rast, vota juaj llogaritet për kandidatin që keni zgjedhur njëkohësisht dhe për partinë apo koalicionin të cilit i përket ky kandidat. Kujdes, shumë kujdes, ju nuk mund të votoni për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Nderuar teleshikues, falenderoj edhe një herë të ftuarimi, kolegët, ky është emisioni për mëngjesin sotme. Ditën e ardhshme ne do të kemi kryeministrin Edi Rama, një bisedë të gjatë besoj, ai vjen nga fushata elektorale gjithë, do ta pyesim gjëra gjatë, si e ka qeverisur Shqipërinë në këto vite, dhe si do të qeverisë nëse kërkon të fitojë dhe do të thotë që do fitojë përsëri. Të gjithë i kemi ftuar, thashë, po ka personazhe që nuk vinë. Patëm një debat në pjesën e dytë të emisionit, ku kishim edhe kolegët tanë dhe miqtë të nderuar dhe shumë të respektuar njëri tjetrin, ne i kemi ftuar të gjithë edhe që të përplasin këtu dhe thoni idetë e tyre se idejtë tona, si do që t'i themi, nuk na pyet njeri ne. Votohemi ne. Nuk votohemi ne. Ne do themi që mendojmë. Mendojmë për majtas, mendojmë për djathtas, mendojmë. Por ata janë personazhe që duhet vinë këtu. Nuk vinë. Nuk dalin përgjithësi. Socialistët jo, por dhe partitë e reja dalim me një tjetrin, ose thonë do të vim vetëm në emision, si liderat mëdhenj tash, e të gjitha. Si të punë e tyre, në gjithsesi edhe dhe në momentin e fundit ne mund të ndërtojmë edhe programe ekstra, që të vinë kryetarët e kooperativës. Të vinë, por nuk varet nga ne. Faleminderit shumë, natën e mirë. Qartë këto, tregues të qartë të shumë gjërave këto, apo jo? Të qartë janë për të gjitha gjërat. Faleminderit shumë, shihemi javën e ardhshme, ditën edhe kryetari juaj. Fola me zënësit, me të gjitha unë, gjithët këtë gjatë e gjithë. Do vita, një moment, dhe pas ta ishte e kapi Rufa. Ishte Rufa. Rufa është tjetër. A i shkon kudo. Nuk e që i ben Rufa, po të shkuar edhe. A i shkon kudo. Jo, këtu ka qena i studiot time të gjitha. Po ka kotë jetë prap, i thashun se a i prap kryetar do jetë. Edhe mandatin tjetër, dhe tjetër, vjen. Apo jo dash, se dhe ti do vish dhe i za të jemi gjallë tani, se s'kemi qëllë. Se si kërsh kujta në kërë.
Ylli, unë të sugjeroj kapelin e tjetër me një njështë se të shkëm. Kapelën të avëm njështua? Qa ngjyre ka kjo yue? Blu. Blu. Si doktori të ati, Shatë pra njështë. Trumpi qa ngjyre ka, Denis? Ai të kuqe, ai është i kuqe. O e sikur t'ja dashit të votën këtë radhëm ne, po jo nuk tregohet vota. Jashtë edhe mund të flasë me mirë, po nuk tregohet, sidomos moderatorit jo. Natë e mirë. Ti do të tregosh si do ja japësh dashit.